Mash me fëmijë edhe se për adil kam të vedit këtë, jo po unë e du, nuk jo pës juve, nuk më ka pëlqy se ishte martume me 2 fëmijë. Po ajo nuk ishte, si me kanë, e dashtën me ne, ajo nuk ishte e respektueshme me ne. Po ishte nuse që nuk e qate kërët për kërket. Do të me ba ligjin maksimum. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Gjermani dhe në Francë, në fakt do të hap 2 dritare, do të lidhem me 2 motra, me Orieta Gashin dhe motrën e saj Serveten, të cilat të dyja do demonstrojnë largimin e nusës së vllajt, pikërisht zonjës Kimete, e cila është larguar me fëmijë drejt Greqisë dhe prej 4 muajve vllai i tyre, por dhe vet hallat nuk kanë as informacion për mbesën e tyre të vogël, sepse 2 fëmijët e parë Kimetja i kishte nga martesa e parë dhe dyshojnë se ajo është larguar nga vllai i tyre dhe është ribashkuar me burrin e saj të parë në Greqi. Por çfarë ka ndodhur mes çiftit Dorian dhe Kimete do të jenë pikërisht Orieta dhe Servetja që do na i rrëfejnë ditën e sotme këtë histori. Ndaj hap dritaren fillimisht për Orietën dhe më pas do të jetë edhe Servetja që po na pret. Orieta, përshëndetje nga Tirana. Po, përshëndetje, unë jam Orieta Gashi, unë jam nga Shkodra, burrin e kam nga Tirana, jetojmë në Gjermani. Po. Dhe doja të raportoja diçka për vllain. Çfarë ka ndodhur me vllain tuaj? Unë sa di do të shpjegoj, po nëse është e mundur, mund ta lidh dhe motrën sa dhe ajo di dhe të flasi pak, mundet? Po patjetër, mund ta futesh motrën. Po. Me që jemi live, mund ta futesh dhe motrën, me që ajo e di. Po, se nga që di dhe ajo. Servete, përshëndetje. Po, përshëndetje Odeta. Sepse tha Orieta të fusnim dhe ty këtu te live-i, sepse ti ke më shumë të dhëna për vllain. Atëherë kush do më shpjegoj nga ju të dyja, domethënë çka ka ndodhur me vllain? Ai ka bërë me truqe, si to. E ka marrë me dashni, me 2 fëmijë. Ka dhe në martu me vlon, aja, shoqin e kanë pak zanë me drogë, burrin e parë, edhe aja putën burg në Greqi, kjo ma ne ka rënë dashni me vllain tem, Po. edhe vllai e ka marrë me 2 fëmijë. Vllai ka 2 shtëpi me fjalë jeton vetëm pa nanën teme, pas edhe një njeri vetëm me nusën e vet. Aty mandej nuk e di se çka kanë pas me ta ndajtën se ina nuk ka kanë nuse e edukume, me na respektu, a kupton me pas dhe dashnia, nuk po them dashni, po me na respektu sa do pak nuk ka këtë. Edhe na që me ta ne kena lanë punën e vetë bajnë që dojnë. Me ta ndajtën e zotit ne, motrave edhe vllas tjetër nuk na ka pëlqy, sepse njofim sa shkoderane kjo vajza. Po. Nuk na ka pëlqy se ishte martume me 2 fëmijë. Po dhe ka kërë një femër që s'ka ditë me të respektu, nuk ka ditë me të vlerësu, nuk ka ditë me asisen, edhe i kena lënë hajtën punë vetë bajnë që dojnë. Pra, le ta themi. Nuk ka pavi. Servete, le ta themi që në momente që vllai juaj u dashurua me Kimeten, ju nuk keni qenë dakord thjesht fakti që ajo kishte 2 fëmijë nga martesa e parë. Po. Edhe që nuk ka kenë e respektueshme, nuk ka ditë. Ja, po për dashni, po respekt me pas. Si me thonë, opinioni gjithë kujtë, se si do të ashtë me kenë, edhe ti me pasi vlat, vjen keq, pse po e marrë me 2 fëmijë, të pas vajza tjera bëlla, pe kina gabi. Tash me thonë drejtën e zotit. Po si do të qoftë me i fjalë, hajtë s'ka gjana e pranume, se nuse re që me thonë hajtë. Na jena dakord çdo venime që të marrë vllai, na ishim dakord me çdo gjë. Po ajo nuk ishte, si me thonë, e dashtën me ne, ajo nuk ishte e respektueshme me ne. Por kur themi Servete që nuk ishte e dashur dhe respektueshme, domethënë çfarë sjelljesh bënte nusja e vllajt që juve jeni ndier jo fort mirë si kunata? Unë edhe motra, që është këto jeta, edhe vllai tjetër na jetojmë larg. Unë jam prant, kjo është në Gjermani, vllai tjetër në Gjermani, me i fjalë edhe jetojmë larg. Një telefon natë nuk e gjen asnjë natë me natë, me ta si jeni, ku jeni, a din, një fjalë të mirë. Edhe na në qoftë se thjeshtim telefon, na thjeshtim thjesht me bë muhabet, me pyet si për kalane, si për ashtu herë hapte, herë se hapte, ai di mos përfitje. Edhe na e stupume që me thonë, fliqim veç me vllain. Por vllai juaj çfarë ju tregonte? Domethënë vet vllai si kishte marrëdhëniet me të? Jo, vllai e ka dashur shumë, vllai e ka dashur marrësisht shumë, vllai nuk na pyeti ne asnjë, se na me ta ndajtën, thoshim as me fëmijë edhe
se pedil kam të vedit këtë kura me fmi, jo po unë e du, nuk jo pys juve, dakord, vazhdo jetën tonë e bën që dush. Po ashtu dhe me mamin, po ashtu dhe me motën tjetër që kena Shkodër, nuk i përfilte mami, shkote me nejtë. 10 minuta i gjithë nuk i përfilte. A kuptan? Edhe ma ne mami, u stopulla janë, nuk filloj ma me shku. Me i fjali la me komplet në punë vetë, bajnë qatë dojnë. A kuptan? Unë i shtatë zane këtë nusja. Kjo marrëdhënie ka që ftohtë mes jush dhe nusës së vllajt, kishte ndonjë shkak apo ashtu u ngjizle të themi që në fillim? Jo, motër, ishte vetë kja që nuk kishte qip me pas shumë kontakt me ne. Ishte vetë kjo që, adin, sepse nana jeme e ka respektuar. E qartë, fëmijët nga martesa e parë i viste vllai juaj. Po. E qartë, çfarë moshe kishin fëmijët? Fëmijët çfarë moshe kishin? Për zotën, ku i ka marrë, ka keni vogël, djalli mund këtë kenë, se aja ka vajzë djallë. Ndoshta, diçka kështu. E dashur Orieta, vajza 18 vjeçë ndoshta. E dashur Orieta, dua të të pyes ty, ti vetë marrëdhëniet me Kimetën si ke pasur, sepse Servetja e tregoi marrëdhënien, ka qenë shumë e ftohtë nga natyra. Le të themi që në fillim të saj ju nuk e keni dashur. Ti vetë personalisht si ke pasur marrëdhëniet me të? Unë personalisht me ca ndër unë kam fol ka i herë, nuk është se fort edhe kush e di, si ta them unë ty me respekt ose kështu, po thosha haj, se përderisa e ka vllai nuk ka problem, din? Nuk jena fut një thjesht e kam marrë ka janë telefon e kam pi shumë herë nuk ma ka hap. Si ja kam buri se thosha i ka 2 fëmijë vet ka dhe vajzën e vogël, ndoshta edhe nuk ka kohë. I shkrusha, ka i jem shkrute, mi fjalë shumë të dopta, i kam pas edhe unë me te jo dhe fort. Institucione, dhe kja, me odit, institucione, ishtu kam kene dhënë me te, a kuptan? Për të qenë të sinqerta, kunatat, sa herë thuhet janë si nata. Ju, edhe unë kam punata, edhe unë jam vetë kunat, nuk dua t'ju paragjykoj në këtë pjesë. Por ju vetë, le të themi, kjo dashuri që nuk ka ekzistuar asnjëherë mes jush, keni menduar se ndoshta keni gabuar ju me të, thjesht fakti që nuk keni qenë dakord për martesën me vllajin dhe ajo ju ka mbajtur vath në vesh dhe kjo ka qenë arsyeja që s'u ka dashur? Jo, më fal, një gjatë. Ajo ka dashur. Edhe ndoshta, nuk do me thonë gjatë, ndoshta edhe i ka ardhur keq. Po na kur vllai jem e përzetoj fillim kërë që e futi shtëpit vet, edhe ta qeta kja është, aja që me thanë, nuk tha se hesi jeni, po ta hes, po më njifnja, një gjejtë, është natë një pëlqeje, tha pak si mirë rëmita. Nuk po më njifni, nuk po ju pëlqejta. I tha me ne normal, se përderisa ka përshë vllai, edhe ne masa ne duhet me mbrish. S'kemi qatë më na i të kena folë si të vlas, se adin përse me marë vllai, na i kena folë vlas. Vlla mos e merr se është me fëmijë, nuk na duhet gjë. Jo unë e du. Kur ai na ka qitë që ka thënë që unë e mora, ma ne na kena mëllgojnë që kena bë më zë, se normal ai ta ti të bajnë qatë dojtë. Ama me te na i na munu mu qëllë mirë. Po ajo ishte vetë tip që nuk do të me pas shumë komunikim me ne. A noshta ishte vetë tipi saj, a noshta si tu vetë, noshta dhe do t'i ketë majtë me fjallë, se na atë asnjëherë nuk i kena vëlla me fjallë kështu, po na i kena folë vllast ton, para se me marrë ai. A kupton? Po kur ai e për unë në shtëpi, nëse kena folë mama ne, të vazhdon vetë bajnë çdo njëjtën e vet. E qartë, e kuptoj, ai është i rritur, vllai sa vjeç është? Normal. Ai sot është 48, më duket 50 që është. Ndërsa Kimetja sa vjeç? 50. Po Kimetja sa vjeç është Nusja? 50, i ka bënë shkurt, po. Po Nusja sa vjeç është? Për zotin të një 30 sa vjeqë, nuk e di me saktë, si për 30 sa e di, nuk e di. Pra, o të i të tejtë, o të i të natë, di që ishto, a më nëjë se. Njoja e tyre ka qenë brenda në Shqipëri, në Vlorë? Po. Dhe ata kanë 5 vite që po më tregoni që kanë bashkëtuar bashkë, kanë bërë martesë ligjore apo bashkëtesë? Jo, shqipe ta shqipe. Kjo ka kënë punor me burrin e parë. Po pra, se këtë desha të dija. Kur unë një qëtë zone, me fëmijë, me vajzë, ishte me fjallë të vllai jem. Ajo e gjatë procedurave, ka shku ada me të shoqin në Vlon, pa keni shoqi prezent, a di, sa ishte në Burg, në Greqi, dhe s'kishte se si, kjo anda në Vlon, me të shoqin,
Ma nejnan që me dasht tash kja, që me vukonor, me vllën tem, a dasht mi ardë, si thojnë, vend banimi, shpërngulja, me shpërnglu për dhe i vlonet, mi ardë në Shkodër. E qartë. A kuptan? Këto procedura këti i ka vënu shumë. Kjo ma ne lini vajza me ti pa regjistu. Sepse i thanën vlast nuk ban me regjistu, se kësaj ala nuk i ka shpërngulja në Shkodër. Edhe ba me regjistu tash vajzen, i ka lënë automatikisht në emën të shoqit parë. Por ajo divorci nuk e bëri. Po e bani, unë da. Po pra, në momentin që bëhet divorci, që t'u shpjegoj dhe juve, në momentin që Kimetja ka bërë divorcin me burrin e parë, do të thotë ajo është vendosur te trungu i familjes së saj, te mbiemri Sela. Dhe automatikisht vajza që ka sjellë një jetë me vllajën tuaj, merr mbiemrin Sela dhe regjistrohet te trungu i nënës. Një gjatë, me sta dina na. Me sta në ka thanë vllai ne vllajnë ata është nda me punor. Edhe unë kam thënë kur ka linë vajzën, i kam thënë shkoj regjistoje se duhet se s'bën, se ku ato ku janë damash në të bënon dhe shpërngulja nuk ka problem, po këtë kjo e me për mi veti. Vajza sa vjeç është? Vajza sot është një 3 vjeçë gjyq, 3 vjeç është, 4 vjeç i bën tetor, me 13 ose 14. Po, në tetor është mbush 4 vjeç. Tani në këto 4 vite që vajza ka ardhur në jetë, është regjistruar? Çfarë ju ka treguar vllai? Ja, shifet tash. Ajo në vëmbëndzën Shkodër nuk e ka të gjistu hiq me vllën tem jo. Hiq. I qitë të bishta ajo nuk don në gjë civilja, fjalë të vllas tem, se unë jam hangër me vllën tem, shkoj regjistoje, edhe thoten jo, se më qet bishta gjë civilja nuk ka dash. Gjoja fjalë të tia se noshta se ka dhënë edhe shoqja vet. Zoti na të dinë se na nuk vina gjë se si kanë pas punë. Manej, nolli problem në shtëpi tyne, fillonën të bashamat, i hyni lufta, burë gru, nuk di që kanë pasë, edhe vllajnë e kam tip, a shumë i myllën nuk di të shumë. Vetë se, kur ja bjen të huna, shpërten, po nuk i di të në gjanat me detaje, a kuptan? Kishim ba fjallë, kjo kishte ikë, na i thëmë plak lagjet, a di me plakun e lagjes kishte arme marteshat të shpi, të vlaj, Vlaja kishte lanë qilcat, ka thënë mërë qa dush, e lënë qa dush, vetëm ikë për shpijet. Kja ka ikë për shpijet, me gjithë fëmijë me tanë, me fjallë, nuk e di me tanë dajtën e zotit shamatën se si i ka i hyje, se si sa gjuna me qitë fjallë kotë me tanë, a ka kajnë ajo fajtore, a vlaj jem nuk e di. Për atë tamë se, për 2 ditë, isha vlaj shkën në Shkodër, ma ne që shadhan a i vetë ma shumë detajet. Në momentin që vlaj juaj i ka thënë ikë, nuk mendoj për vajzën? Normal. Për momentin nuk ka menu për vajzën. Ajo ja ka paslan vajzën vllajt. Një javë vite pati mojt vlloj vajzën e nuk pati shkuaja me e pa fëmijën e vet. Si, ajo është larguar vetëm me 2 fëmijët nga martesa e parë dhe vajzën e ka lënë aty? Po, edhe i tha vlloj që tha ku i ke vajzën tane maje. E ka mojt vlloj një javë ditë, më falë për shprej, e ka shpla fëmijën e vet, si kur me paske nana, jo baba, po si kur me paske nana. Një herë nuk e ka pa fëmijën e vet, as nuk e ka marrë burrin telefon për hatër të fëmijës normal. E mos anë e ka marrë vajzën ama mas një javë, as ka pyet as i gjë për atë fëmijë. Por kjo u futën punë. Filloi punën kjo, a di, pa që nda për çoçit, filloi punën që bani fjalë me vllën tem, hynin punë. U doktorate e marrë edhe vajzën e vogël me vetin punë, shko hajde në punë, a di? Edhe vllai me fjalë e marrte, se në fakt ja jepte. Vajze. Kur ma nejnan, a që montër e kësaj, me gjithë këtë, me adhan vajzën këti me zërë. Me sa të lagjes, pa të lagja jonë ka kamera. Edhe këtë dhe me nuk di se që ka hyrë fjalla, këtë ka thënë, unë ka thënë bjerë vajzë se e majune. Ke montëra, i ka thënë shty me vlasten, që dhe me që më uhra, di që apo vlajem dhe zoti se ka parek me dorë, ka në ba fjallë, të ba fjallë me goj, kjo ka thirë policin. Vllanë e futën burg. Pa e prek me dorë, pasi sen, janë kamerat, janë tana, veç fjallë me goj ka e mba. Veç fjallë me goj që ka ba me të shoqe. Por në momentin që policia e ka ndaluar vllajin tuaj, ai është dënuar? Po.
U dënu gati një muj, I qajtë se burmane I pafajshëm, se s'kishin që mi ba. Por ai u dënua për dhunë në familje. Si në falë? U dënua për dhunë në familje. Pa, I kjo gja ishte dhe me këpërdu në familje, po pa I gru në vetë hiq me dorë. As kunatën e vetë, as edhe njenin. Pa I cik me dorë. E qartë, por gjykata e dënoi, e bëri fajtor dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, bravo. Po, Ata e futën burg. Dul për burgut, ardhin shtëpi. Njëtë ko, ajo prapë la vajzën këti, se adim kishtë natit e vetë e biçadim. Ja la vajzën prap vlastem, vla I s'ka gjë prap e mate, se fëmija vetë, normal se du ta manë fëmine vetë. E mate edhe kishte për detyrim, ja la shtetit që edhe me pagu vajzën muj për muj që mi dhanë lek. A kuptën që janë këta ushqim. vlla juaj bëri një denoncim për braktisje që nëna braktisi në vajzën? Ja më e det, kur gjas ka pa, asistent më e det. Asistent. E majti ky vajzën, s'ka gjas, edhe ky do të shumë, edhe nuk e kishte probleme me matë vetë, s'ka gjas. Po. A kuptan? Në kohën kur ky ka vinë burg, që ardhi policia, e mori vllahën tem, aja normal se më vajzën e vetë, se s'kishte kush me e majt. A kuptan? E mori qartë. vajzën e vetë prap. Po, shkaktar gjoja që vetëm se si që ky me hymer, e futën me, në eti I muj. Duli pa fajshëm, dul me devnim me kusht, duli pa fajshëm. Ma najnan, ma që mu nuk nara gati asni muj diqa ishto diq babi. Jo me I muja shumë, as I javë diqa mu diq babi. Ngushëllime të dyjave që keni humbur babaj. Edhe ma nejna në atë moment nejna diq babi, as nuk na ardhi nusja, as krushnit, as I sen, as edhe njani për ty. Por ata ishin ndarë. Kur babai juaj ka vdekur, vlla ishte ndarë me nusën, nuk ishin më kontakt me Kimetën. Po motër, po, si me thanë nani aty lagje ishim, në atë lagje ishim tanë. Aja, paktën krushnia, për hatër krushni, se nësë kena prish goja si jem me krushnin, paktën krushnia o desh më ardë, a I din qa ka mes qiftit, s'ka gja, paktën janë një adash, ose një pjestar I familjes tyne me kenteni, pas të janë një sërë, s'ka gja. Si për fanim, vlla I tha, unë të du mu kajtu prep me gru. Aty ma nej pa, nuk kam kënë dakord as unë, as vllai tjetër që është në Gjermani, kena thanë ja. Ti nuk e qa me marrë ma atë gru, kur një gru, putën polici, pa I ba kur gjati, pa e thanë kur gja, aja me të putën polici, aja ma nuk ashtë gru për ty. Jo unë e du, unë për hatë është misë, unë du ta marrë prap. Po. Ne kena thënë dakord, ti e marrë atë na dalim jashtë për shtëpiet. Edhe na kena ikat natë fill për shtëpiet jashtë. Kena dalë se ishte gjinazja në shtëpitien, babi atë natë ka hyrë ndre, e mori nusën në shtëpi prap me dy fëmijë të vet edhe me vajzën. E mori në shtëpi. Dhe ju dolët. Nuk mjaftoi. Na dorme për shtëpiet me ta drejtën e Zotit sepse na ardhi keq, a kupton? Se një nuse që mburin burg për mu nuk është ma nuse. Unë ishtu thamë, a me kënë vllai jemi ndunë shumë, me kënë se e myti e bani hajt, se normal e ka atat vetat se e meritoj me hy, po jo kotë. Si për fanim ma e mori, na si ishim dakord, unë e vllai jem kena dalë për shtëpiet fillat natë. I kena thënë ti atë nuse ma në shtëpia jeta jote, na I kem dalin për jashtë. Prap s'kena nejtë nushe me vllain tonë, prap I kena fol. Ama në shtëpi si kena shku ma. Na kena ardhë këtej ma ne, vllai në Gjermani, unë në Francë, edhe kështu, veç me telefona, po kam folë me vllain si keni punë, mirë, si përja kaloni, mirë. Ma ne na vllai jem. Pas ka ba, vllai jem, ku e ka marrë atë, a I ka kenë me detyrim paraqitjet. Pa I tu paraqitë në gjyq. Po, me detyrim paraqitje. Se kishte grunë në shtëpi. Por dua të pyes dhe Orietën. Orieta, në momentin që vllai vendosi të merrte bashkëshortën për herë të dytë, ju si reagua? Sepse Servetja po tregohet e sinqert, unë ika nga shtëpia dhe nuk I shkova më tha. Unë me të thënë drejtën nuk kam kërë në Shqipëni, se isha në proces letrash. Përshëndetje. Përshëndetje, si e? Unë jam burri Orietës edhe kunati Servetit. Po, Unë desha me thonë lidhje për këtë që u pajtu dori me grunë e vetë. Të gjithë kanë qenë kundërta, është e vërtet si thonë Serveti. Vetëm unë e kam mështet dorin shumë për këtë punë për më u pajtu, sepse për mu personalisht familja është e shenjtë, është gjë e madhe. e qartë. Familja.
edhe i vetmi njeri që e ka mbështet Dori për më pajtu me gruan e vet që kam qenë unë. E kuptoj. Sepse unë me Dorin jo si vllajin e nusës, po bëj muhabet si shok, si vlla, hapim gjithçka me ta. Më tregon gjithçka dhe i tregoj gjithçka. Unë shof ta shohim fytyrën, se nuk shitesh për punë. Edhe për këtë punë unë kam mbështet Dorin shumë. Pra, i vetmi që e ke mbështetur ke qenë ti. Unë kam qenë prezencë aty se çka ka ndodhur, se çka u bë. Serveti e mban mend fort mirë se ka qenë edhe kjo aty se çka u bë. Me fjalë, si rrodhën ngjarjet e muhabetit dhe të gjitha. E kuptoj, e qartë. I vetmi, le të themi, keni qenë ju që keni mbështetur për bashkëshorten, por motrat nuk kanë qenë dakord. Realisht, ai të rikthehesh nusës. Jo. Është e vërtet, Dori kur e ka marrë nusën që ka shku në shtëpi, serveti dhe vjera ime dhe të gjithë ikën. Jena shpërdor dhe për shtëpia të veta, kena ik, vetëm e la nusa rahat me djalë vazhdon bajnë ikën e vetë bajnë qatë dojnë. A kupton? Ma najna, ky e kishte me detyrim paraqitjet me shku mu paraqit, prapë në gjurë. Kishte prapë me shku mu paraqit atje. Ma najna, të vazhdu këtë me shku mu paraqit, i vjen lejtë akti me shku prapë në gjyq. Po. E ti? E qartë, për çështjen e dhunës që ishte dënuar që në fillim. Po. Për çështjen e parë, po. Se tu kishte më nga çështja. Edhe në atët një pratët më paraqit. E ta më pëtash i s'ka gjë, që ku me gruje, a din, nusja ti aty. Nuk klite me një nusja. Atu se që kishte ba, me nuk klite aja. A di se si nusja që ishte, din, vëndi fajtore, duesh me fol fakte, me tanë, a jeni mirë, a si jeni, a kuptan se na me ta manë se ikme për shpijet se nuk ishim dakord për ti si nusë po të ndush me keni fje ullën, nështë unë e kam gabim, po nështë edhe nga që jena la me të vjeta, na i menojmë gjanat ma shumë, ma nuk e di se si me tanë. Po ishte nusë që nuk e qate kërët për kërket, do të me ba ligjin maksimum. Edhe si përfanim, se s'pes gjatë ma shumë, në thot në kartët lejtë mu paraqit për gjyqë, ta mu në pusko gjojtëm që me gruje, shko me gru në gjyqë, paraqitu të i në pajtu më kaqë. Po me thëtë ashtu të do t'ja bëj, po vlla jem pënon që ban rrugën që shkon me fjallë në Gjermani, në Francë, shpënon. E qartë. Ta kishim ba fjallë burë grup prap. Nuk e di me ta ndajtën e Zotit se gjinasë e kam shpirtin për veti du me deke, nuk di se qa kem pas. Kishim ba fjallë. Edhe ky kishte ke në Itali. Vllai. Nusja kishte shku me pa ditë prapë në polici. Për herë të dytë. Rasti dytë. Papa, rasti dytë. E më prokurori policisë në telefon vllajën tem dhe i thot, a je Doriana Sovici ti? Po i thot vllai, pse çka kanon? Gruaja jote thot ka bë denoncim për ty. Ti thot e ke rraj ke qit jashtë. Jo, marr thot. Jo, fal se të hajta pajt. Jo. Se u hotova. Ka kem vllai pa ik. Kjo ka shkuar ka policin. Po aty ka kem polici lagjes. Edhe i ka thënë që tja ke qitë grun jashta, jo me i ka thënë atish këna bërë qamak. Po i me i ka thënë ose të mëshës vjen për shpi. I ka thënë polici lagjes, i ka thënë shkam, i ka thënë shpi më s'len nam, tash e tash të shku me pa ditë burën polici. Shko i ka thënë shpi me se burët për të shpi e ti vjen polici. Ka shku ma ne i kja shpi. Kur ka shku shpi normal, vllai ka ba fjallë me te, pse ti me shku në polici me pa ditë qa ba me ne, pse ban shamak burë e gru. Shamak familjarët nuk e për shëzotën edhe ti në ushta që je gazetare normal nuk i ke që me thonë njëri jam dhe unë, sigurisht në çdo shtëpi kemi probleme tona, por jo të kalojmë në dhunë, po kaluan në dhunë është e rëndë. Jo me shku derë për shku me denuncu, pse po ta pëj shefin burri ose po ta këtë ngojen burri, apo e kam gabim. Si përfanim, mirë i ka thënë, kja ka një shpi, si ka bazë do të shoqit, a quë e për marrë telefon me shku me punu, i ka thënë vllai pa, a quë kje ka ba me hangar të shoqit e tana, vllai ka ikë ma ne për rrugë, ka në Itali, e ka atje policia prep hetusi që taqë. Vllai jem në Itali, hetusi policis, e ka thënë telefon, i ka thënë, unë jam hetusi policis, gruaja jote, ka ba denoncim për ty, se ti e ke ra. Kur rava unë me i ka thonë, unë, a jam a bani bukën që unë jam për rrugën në dhe në Itali tash. Po. Pyte, a e ki ka thonë aty atë?
I ka thënë, ajo po i ka thënë këtu ashtë. Po pyeti i ka thënë se ku jam unë. Mirë i ka thënë, kur të vish për rrugët, ke marrë i ka thënë mu paraqitë në polici. Se gruaja jote të ka bërë denoncim. Vllai jem, qysh atje e manajna, ai normal që ka dash me vazhdu punën, se nuk mundet më këty mërë, se kur puna fjala, puna punë, duhesh me kry punën deri në fund. Por ky denoncimi i dytë ka rënduar shumë mbi vllain tuaj, sa ai akoma ishte në një çështje të hapur gjyqësore, me detyrim paraqitje për dhunën e ushtruar përpara. Çfarë ndodhi më pas? Bravo. Manajna kjo, gjatë denoncimit, se kjo ka punu me men me motor, kjo ka punu me laps. Kjo a pajtu me të shoqin, ku zash vlasten. Është pajtuar me burrin e parë. Po, të doli nga burri, po ai. Ata ndoshta për njët e ka mësu, a din që shko t'i denoncoj burrin, se s'ka që të balmani, se atë e fusi me në burg, ti ka lënë me vajzë këtej që ka në Greqi. A kuptan? E qartë, pra ju dyshoni se dalja nga burgu i burrit të saj të parë që kishte 2 fëmijë, ka bërë që ajo të kthehej te burri i parë dhe të largohej nga vllai juaj. Bravo. Është vërtet, sepse ajo është me burrin e vet, tash janë në Greqi. Aktualisht ka shkuar të jetën e vet, po vajzën mos me e blloku, sepse edhe vllai jem kur i ka marrë 2 fëmijë të martesës parë të gruas, nuk ja ka bloku kontaktet me pas me babën e vet ose me njerëz të babës vet. E tash i kja si nan nuk ka pse, ç'a do të ketë burri me gon ti fëmin mos ja blloka. Okej, aja është e vogël, po pak të leja ta shikon pak. Por mund të ma sqaroni çfarë ndodhi? Si ku në Greqi, si u nda me vllain tuaj? Gjatë procedurave që ajo i kishte banë polici, me tana, ajo kishte rrë vedin, e kishte myt vedin, me ta menja që vllai jem e ka myt këte, vllai jem pa ditë kur gjahi që aja ka ba bukën e tana, ka përcjell vllan për rruga, e din që ato ikë. Kjo tash i gjatë mungesës vlasten, pe i ka ba tana lëvizjet këtej. Ka shku e ka pa ditë në polici, ka shku i ka marrë shmit, e tana i ka kalu, ka ba pashaportat e tana, edhe ka ik direkt, ka shku në Vlon, për Vlonet, ka shku direkt në Greqi, sepse në Greqi i ka kunatët e veta, ka dhe të shoqin në Greqi. Por si ka dal ajo drejt Greqis, kur nuk ka marrë një prokur, mirë se, ajo çfarë prokure do merrte nga vllai juaj nuk e ka një oratsin. Nuk e ka një. Si ka një. Edhe vllai jem ka ecë me atë besimin që hajtë se nuk lejohet. Besimin të gruaja. Hajtë se me besimin të gruaja dhe me besimin ligj që nuk lejohet gjoja pa ardhur shpërngulje, sepse me konor këta unë e di që janë da, se kështu më ka thënë vllai, janë da me konor, por shpërngulja la s'ka ardhur për Po vllai juaj nuk ishte bërë martesë ligjore. Jo, pra, ose ishte me konor me tjetërin kja, kuptan? E qartë. Priqin sa ma shpërngulja në Shkodër, ma ne këta me vu konore dhe me regjistru vajze. E dashur Servete, në momentin që vllai juaj erdhi nga Italia, si e mësoi faktin që gruaja ishte larguar me vajzën e tij dhe me 2 vajza nga martesa e parë drejt Greqisë? Për 2 sekonda për ja shpjegoj, shife. Po. Në momentin që ajo i ka bërë denoncimin e dytë, Dori ka qenë këtu në Gjermani ke unë, ka qenë edhe në Francë edhe në Gjermani. Po. Masi doli urdhëri që ishte në kërkim, ne bizetu me Dorin për që Dori më kthy në Shqipëri. Po. Kur është kthy në Shqipëri, sa ka zbrit në Rinas, Dorin e kanë kap. E qartë. Ka tha policia, ka ne 5 jashtor, nuk e di. Se ka qenë denoncimi. Edhe ja ka shpjegu rasti se si është, edhe policia i ka thonë që gruaja jote dhe goca jote nuk janë në Shqipëri, janë në Greqi dhe gocën e ka marrë ish burri para saj për sipër, se si kanë bërë ata dokumenta që ai burri që unë nuk e njoh se kush është, se e ka marrë gocën në emrin e vet për sipër, nuk e di. Ja, do t'ja sqaroj unë në këto momente. Unë jam e sigurt që zonja Kimete nuk e ka bërë fare divorcin me burrin e parë. Në momentin që ka bashkëtuar me vllain tuaj, ajo nuk ka bërë divorcin me burrin e parë. Automatikisht vajza që ka ardhur në jetë, që është baba vllai juaj,
është regjistruar në trungun e servetes tek martesa e parë dhe automatikisht atësi ka marrë burrin e parë. Kështu që ai nuk ka pasur nevojë të bëjë dokumenta. Automatikisht fëmia është regjistruar në trungun e tij në qytetin e Vlorës. Ai prokurori ka thonë Dorit që kanë bërë dokumenta sepse ajo emrin e vërtet e ka Ajla, kurse në dokumenta i kanë bërë një çfarë emri i kanë bërë? Amelia. I kanë ndryshuar emrin. I kanë ndryshuar totalisht emrin e datëlirjen e komplet. Për dalje nuk e di po emrin. Është vërtet. Po, emrin ja kanë ndryshuar. Atëre. Dhe në dokumenta ja kanë vu Amelia, që kanë kalu. E dashur Orieta dhe Servete, unë e kuptoj që jeni dy motra të shqetësuara për vllajën dhe për mbesën tuaj 4 vjeç, Amelien, e cila keni 4 muaj besoj, 4 muaj ka që ka ndodhur ngjarja. Vërtet. Që ishte ndërtor me Orieta. Sa do, ai fëmijë filloi të na njoftë ka pak. Më falë të njëri kahal, edhe më nërë kush për parte me në gjithu, që vigjit, që derët me në ohap, nuk pëtina ka me shku, nuk pëtina kujt me i kajku. Vlaj jem si ta që ishte në Itali, a e mori vesh të marë së mërzit, i ra telefonit me për të gruneve që ka nodhë. E shoqja nuk ja hapi telefonit. Ajo e ka bllokuar. Ma nejna e tjeri avokatin telefon, mas nja 2 diq, ky ishte stres, a din, ishte në punët dhe s'munët me në punët. Ishte stres, ma nej ka tjeri avokatin e veti, ka thonë avokatit vetë, se pse e kishte për mu paraqitë në gjyqja i, a kuptan? Për ngjarjen e para e kishte mu paraqitë në gjyq. Për dhunën. Po. Edhe kapi data, atë nuk e kapi, që me thanë Shqipni e kapi data në rrugash, këtej. Edhe kap avokatin e veti thot shko, thot ma shty datën e gjyqit, thot se nodhem në Francë, e nuk mundem për me ardhë. Kur thot pa marrë, thot Dorian, on thot për ta shty thot gjyqin, po ka notat edhe i ky muhabet tjetër, e ti thot tash e fut në kërkim. Po si të t'jam futë në kërkim të tonë, të nuk, as nuk kam braken, as nuk kam mytken, si ka drejtë të aja të me futë mund në kërkim. Sepse e kishte ba punë të lamsh, edhe na nuk dishim kur që aji që asise. Aja ka kalu vajzen, po me letrat e para që ka pas fjallët që ta qënë ty, gjykata Shkodrës ja ka dhanë emrin Ajla Asovic. Po, i ka vllai letrën e gjykatës. Ushqimor, i ka letrat e gjykatës, sepse aja ndoshta pa mund të ketë në emën vet. Mund ta ketë pas në emën vet. Si, vllai juaj gjykata i ka vendosur një detyrim ushqimor për vajzën? Po, më duket se po. Jo, se nëse është kështu, nëse është kështu që vllai juaj gjykata i ka vendosur një detyrim ushqimor, është njohur atësia dhe kjo është e rëndësishme dhe kjo gjë duhet ta vërtetoni mirë. Por nëse nuk është njohur atësia, do të thotë që ligjërisht i ka vllai tana letra. Sepse dua t'ju shpjegoj diçka. Në momentin që nuk është njohur atësia, vllai juaj është vërtet babai biologjik i asaj vajze 4 vjeçe, por ai nuk njihet ligjërisht dhe nëna bën çfarë të dojë me fëmijën e saj sepse nuk njihet babai. Nëse vllai juaj i ka dhënë Doriani atësinë, ai është babai dhe ka të drejtat e plota mbi fëmijën dhe ajo nuk e nxjerr dot jashtë Shqipërisë pa prokurën e Dorianit, por ajo ka lëvizur kaq shumë lirshëm dhe ka udhëtuar drejt Greqisë sepse nuk e ka atësinë. Unë dyshoj se nuk e ka njohur atësinë. Nuk e ka. Odeta kështu në atësi nuk e ka, dim vllai, po kur ka një problemi i parë me nusen, gjykata e ka dhënë vllaz detyrimin me i fjalë që me pagu ushqimet. A din mu i përmor çfarë detyrim ushqimor. Edhe ja ka shkruar gjykata, ja ka shkruar Ajla Asovic. Asovic na e kena mirë si Joni Asovic. E qartë. Kupton? Me fjalë që më pjesë nga baba. Po mundë, veç thjesht letrat. Se kur gjatë tjetër s'ka, veç që këtë letër e ka vllai, që është me fjalë vajza të thënë me kaq. Edhe funit që kur ai vllajen Aul që ka shku në Rinas, nuk e na di gjasat e për kapin. E ka policia si me pak e kriminal. Policia të ndalon në momentin që ke një
flet thirrje nga policia, nuk paraqitesh, je në kërkim më pas dhe në çdo aeroport, në çdo kufi që mund të kapesh, automatikisht ndalohesh. Kjo është për këdo. Shumë mirë dita ndasht, s'ka gjë se e kapën. A kupton? Ata i thanën, me fjalë polici kishin thënë, kisha ardhur dhe i ditë më rapa, nuk kishe kanë më kërkim. Madje nuk ishte qia një prej sistemit, se nuk di se sa ditë ka kam i fjala ja që me të kërku, ma ne nuk kërku kanë më. Po na s'kena di gjatë se vllai është në kërkim, edhe vllai tha, unë tha du më u kthy për Shqipërinë me i dal për ballë kësaj punë se ku është. Na nuk kena di gjana atku se kjo kishte ik. Na dishim se është në Shkodër. Po hajtoshim se nuk del, di se ftofte se ishte dhjetore janari me i fjanë një atë kohë. Ftofte hajtë vajtë se si ka punë të veta. Nuk e na ditë gja. Mani kur ka shku vllai atje, kur ja ka shpjegu punën policëve ishte më kanon, mani ata ka një sistem, e ka një pa, i ka një tanë ty gryja jote të ka kalu. Nëpërmjet sistemit Teams, ata e kanë zbuluar që ajo është larguar drejt Greqisë me fëmijët. Ka i kërtim Greqisë me gjithë fëmijët. Por prej tetorit dhe deri më sot, ajo nuk e ka hapur telefonin vllait tuaj? I ka ra blok me gjithkund, edhe neve na ka ra blok. Gjithkujt i ka ra blok. A keni ju një numër kontakti dhe ma kaloni mua? Ndoshta mund të lidhem unë me zonjë Kimete? E kam një numër, nëse zgaboj, veç do shikoj të kontaktet edhe të nisi poshtë. Do ma dërgosh në privat dhe unë do bëj të pamundur që të lidhem me zonjë Kimete, por ajo që po kuptoj dhe ajo që po nuhas nga gjithë historia e vllait tuaj Dorianit, e dashur Servete dhe Orieta, sepse Servete i mbushi syt me lot dhe më vjen keq, e mirë kuptoj. Me vete kam dash fort sepse është vllai që më thonë ka i moshë, që sot kishte me kanë gjysh në moshën që ka, kupton, sepse është 50 vjeç. Edhe mesa parë në vllaznin, e që më thonë, ja ka por zotin më shumë viteve, edhe se ka pas vllai 2-3 martesa, po ja fali zotin me këtë edhe me këtë s'pati fat nuk pati mundësi që të arriste tamam siç duhet. Unë uroj dhe shpresoj që ai të ketë njohur atësinë. Kjo është mami jeme, kjo djali jem, që djali jem, mami jeme, edhe unë ishim me zezat, njëtë ku kishte t'i babi, ku kishte nanë për me majtë vajsen, ishin me procedura që ishin me gjygje me senu. Okej. Edhe për majtë të vaj kishte të me majtë. 2 janë java, 2 janë muj, nuk e di se s'maj ment është me tanë dajtën e zotit që, vajze. Me jetë ta keni besën. Dhe mua vjen keq që vllai juaj ka 4 muaj që nuk flet me vajzën e vet. Më vjen keq dhe për ju si halla që ajo ju ka bllokuar nusja e vllait, nuk keni asnjë kontakt, por ju do më kaloni numrin e Kimetes, sinqerisht do bëj të pamundurën që të lidhem me zonjën Kimete, qoftë për t'i shpjeguar situatën. Nuk e ka mama e motë atë numër, sepse vllai jemi ka ra. Duket sa në shqiptar, kjo që kam Por gjithsesi, nuk është e vështirë për të gjetur Kimeten. Se Kimetja në Greqi jeton, nuk është e vështirë për të gjetur zonja Kimete. Por ajo që unë dua t'ju shpjegoj, e dashur Servete dhe Orieta, duhet të vërtetoni, ndoshta dhe pas kuintave unë do flas me vllain tuaj, është e rëndësishme të vërtetoni a e ka njohur atësinë vllai juaj. Në momentin që është njohur atësia, pra ai është babai i vajzës së Ameljes, ai menjëherë duhet të drejtohet policisë për të bërë një denoncim që nëna e ka nxjerr në mënyrë të jashtëligjshme nga Shqipëria pa prokurën e tij. Në momentin që vllai juaj nuk e ka njohur atësinë, pra nuk njihet ligjërisht babai i Ameljes, atëherë është një procedurë shumë e gjatë ligjore, që ai duhet drejtohet gjykatës për të njohur atësinë dhe pastaj për të kërkuar të drejtat si baba mbi atë vajzë. Por të gjitha këto procedura ligjore, unë do t'ja sqaroj edhe vetë Dorianit, kur ai të mbërri në Shqipëri, do flas gjëre gjatë me Dorianin, por fillimisht unë dua që nëse ti Orieta dhe ti zonja Servete keni një mesazh për Kimeten, mund të ma thoni, unë do t'ja përcjell. Do bëj të pamundur të lidhem me Kimeten. Mesazhi jem është, aja mundet me vazhdu jetën e vetë, bërë në qatë den me jetën e vetë, ko është e drejta saj, ama thjesht ta lëm një kontakt me kontaktu vllai me fëmijën e vet, kaq dona unë për veti. Normal që edhe motra më mërmenjat njëjtën gjë.
Ka që dona në dona kur zha ma shumë, sepse nuk ka të shpër ne. Ashtë jeta vetë mundet me bërë qadet. Mundet me bërë që dojnë me jetën e vetë, ama nuk ka dash kështu me ba vlastem, sepse di njërë se qa ka pas për këra dërë me ta kur që iko normal, a jeta vetë mundet me zgjellë kënë dojnë vetë aja me jetu, bërë që dojnë me jetën e vetë, ama fëmi nuk ka dojtë me apengu, sepse a fëmija ti. A në qofë sa aja thot nuk ka fëmija ti, ka dojtë me ba analizat e dënes, ta shofin, në qofë se zdele ti, ama ne ka dojtë me ba që dojnë, ti kënë bëjnë që dojnë e ka vetë, me jetën e vetën do të bëjnë që dojnë, ama fëmin jo me apengu. Unë uroj dhe shpresoj që zonja Kimete të ndërgjesohet mbi të gjitha dhe atë vajzë mos të ndaj nga babai. Ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe u uroj me zemër të lidheni sa më shpejt me mbesën tuaj. Faleminderit, Sodeta, në qoftë se ti ke mundësi, mas 2 ditë ose mas 3 ditë ta përshkruan vllai edhe flet. Patjetër. Historinë për ti më mirë. Patjetër. Ndoshta kena pulë edhe do i fjalë gabim që nuk jena të Patjetër u apremtoj që do lidhe me Dorianin. Kështu që u apremtoj dhe këtë gjë do flas gjëre gjatë dhe me Dorianin. Ju përshëndes të dyjave. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një rast për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku tashmë çdo ditë, çdo paradite, live ora 10 jam me ju. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.